Ditë vendosi që të bëjë përgatitjet operative për pritjen e mundshme të refugjatëve nga Siria në rast të mbylljes së kufive nga ana e Shteteve të Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Malizi do t'i bashkëndrojë veprimet me shtetet e rajonit dhe me kërkesat e BE-s. Malizi kishte nisur prej kohësh përgatitjen e 2 ambienteve për vendosjen e refugjatëve. Njëra gjendet pranë kufirit me Shqipërinë te pika kufitare e Hanit të Hotit, 20 km larg Podgoricës, dhe tjetra në Zogaj të Ulqinit në objektet e braktisura të ish-ushtrisë jugoslave. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën. Malizi po bëhet gati për ardhjen e mundshme të refugjatëve nga lindja e afërt. Mbyllja e mundshme e kufirit nga ana e Austrisë mund të sjellë deri tek ndryshimi i rrugës për refugjatët. Ndaj autoritetet malazeze kanë ndërmarrë hapat e parë për të qenë të përgatitur në pritjen e fluksit të refugjatëve. Qeveria e Malit të Zi këto ditë vendosi të krijojë një ekip operativ për ndjekjen e situatës, ndërkohë që para disa muajve kanë nisur punimet konkrete në terren për ndërtimin dhe sanimin e hapësirës, ku në rast të valës së refugjatëve do të vendoseshin kampet dhe tendat për refugjatët. Zëvendës kryeministri malazez Igor Lukšić tha se politikën e vet Malizi e bashkëndon me shtetet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Malizi para gjysmë viti ka përgatitur planin e veprimit në rast të dyndjes së refugjatëve nga lindja e afërt, tha zoti Lukšić. Očigledno da ta debata ima. Ndërtimi i kampit e parë është vendosur në Malsi, afër kufirit me Shqipërinë, 20 km larg Podgoricës. Në zonën e cila është zgjedhur si kamp është rregulluar hapësira dhe rruga që çon deri në vend, ndërsa në fushat e gjera janë vendosur shtyllat me korrent dhe ujësjellsi. Ndërkaq kampi i dytë është caktuar në objektet e braktisura të ish-ushtrisë jugoslave në Zogaj të Ulqinit, ku ka nisur renovimi dhe përshtatja e këtyre objekteve për nevojat e refugjatëve. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj. Në